Shoqim dhe Angela Peristerin me këngën Karma dhe tashmë dalim nga studion, shkojmë në qytetin e Sarandës, ku është Thoma Nika. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Si ka nisur mëngjesi dhe dita për ju në Sarandë, më tej tek raportimi. Këtë javë duket se Saranda i është dorëzuar e tëra pranverës. Me përjashtim të ditës së mërkurë që ka ardhur me rreshje shiu dhe me ulje të lehta të temperaturave, ditët e tjera nisin me temperatura tipike pranverore, që shënojnë 18 gradë në mëngjes dhe arrin deri në 19-20 gradë në mesditë. Pra e dukshme është se jemi në një klim të përshtatshme për t'ju përkushtuar punëve që përgatisin qytetin për stinën turistike, edhe pse jo për t'u shtruar në natyrën e gjallëruar, me shëtitje, me ecje, me sporte të tokës dhe të ujit, që sigurisht ende janë të rrallë njerëzit që jepin këtë, e ata u përkasin pasionante dhe të pandarve nga deti gjatë gjithë vitit. Duket se në këtë klim të ngrohur shpejt dhe pindshëm, edhe fuqia e virusit nuk është ajo e muajit shkurt. Këto 2 javë të para të marsit e sidomos ditët e kësaj jave të dytë flasin për një rënje drastike të numrit të prekurve nga COVID-19 në tërë rajonin jugor të vendit dhe është bërë gati rutinë tashmë raportimi për gjysmim të numrit të prekurve në 24 orë, duke sjellë një lehtësim të dukshëm edhe të ngarkesës psikologjike, por edhe të ngarkesës së spitalit të Sarandës. Fakti që data 9 e muajit mars përkoi pikërisht me kalimin e një viti të plot nga fillimi i pandemisë, duket se i bën më të përgjegjshëm njerëzit, në përgjithësi, sidomos ata që kanë kaluar situata të vështira shëndetësore, duke u përballur me virusin, e akoma më keq ata që kanë humbur edhe njerëzit e dashur, familjarë apo miq që nuk e fituan dot betejën me COVID-19. Në shkallë qarku gjatë një viti bashkëtesën e pandemin, ka rezultuar të prekur rreth 7.000 persona, e nga kjo shifër 301 i përkasin bashkive më jugore të vendit, ku përfshihen Saranda, Delvina, Konispoli dhe Vidigi, referuar kjo statistikave zyrtare. E gjitha kjo tablo dhe ky informacion që shqetëson, duket të jetë të konvertuar në kujdes për ta ulur shkallën dhe mundësinë e infektimit si nga individët ashtu edhe nga institucionet. E kjo është për të vlerësuar dhe jep shpresë se rajoni ynë, duke patur aleat edhe diellin, shkon duke u qetësuar nga situata pandemike, por që asnjëherë nuk duhet të thënë se dolën prej saj. Do të kthehemi në nisje të javës, pasi pikërisht në datën 8 patëm një event të veçantë. E kam fjalën për bujtjen e 100 autorëve të ardit pamor, më saktë punët e tyre, pasi në kushtet e pandemisë nuk mund të vinin të gjithë, por me krijimet e tyre, me 100 pikturat apo skulptura që i dedikoheshin gruas, figurës, personalitetit dhe sfidave të saj të sotme. E prandaj titulloi Artistët për Gra. Për herë të parë një grupim kaq i madh artistësh të ardit pamor nga hapësira e trojeve shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, u bën bashkë autor në një ekspozitë të vetme me dedikim të vetëm vajzat dhe gratë shqiptare. Destinacioni i ekspozitës së tyre ishte Galeria Art Saranda, në një ditë të veçantë, ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsit, por edhe në një vit të veçantë pasi 2021 shënon 100 vjetorin e Bashkisë së Sarandës. Kjo ekspozitë mundsua nga një bashkëpunim shumë i mirë edhe shumë i arrirë i qendrës Tirana Art me Bashkinë e Sarandës, edhe pse promovimi i saj u bë në pranit kufizuar, siç thash, të autorëve nga trojet dhe nga artistët e Sarandiot për shkak të pandemisë, ajo vazhdon të vizitohet nga grupet e vogla që gjejnë në punë të frymëzuara dhe të shprehur me gjuhën e artit mesazhet e dobishme në respekt të vlerave dhe në mbrojtje të drejtave dhe personalitetit të gruas, por edhe si një apel për të përfshirë në luftën kundër dhunës ndaj saj. Ekspozita Artistët për Gruan, 100 krijuesve të artit pamor nga trojet shqipfolse, do të qëndrojë hapur në Sarandë deri në majin e vitit 2021. Tema e përgatitjes së Sarandës për sezonin ver 2021 ka filluar të vijë si kryefjalë duke u konkretizuar si përparësi e përparësive. Në këtë vështrim kjo javë ka të reja të veta dhe e reja ka të bëjë me shtimin e orëve të furnizimit me ujë të pishëm. Janë disa zona të qytetit Sarandës, si Qendra, Lagja Kodër, zona turizëm Kanali Çukës, që kanë filluar të marrin ujë pa ndërprerje dhe furnizohen 24 orë në ditë, ndërkohë që edhe zona të tjera kanë shtuar orët e furnizimit me ujë të pishëm. Burime nga ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimit në Sarandë thonë se ky ndryshim realiteti për mirë në nisje të sezonit turistik është rezultati i përfundimit të rikonstruksionit që u bë puseve të Vrionit përmes një investimi prej gati $5 milion, e pritet që fal këtij investimi situata e furnizimit me ujë të pishëm të përmirësohet dukshëm edhe në zona të tjera, siç janë Lugu i Dardhës apo zona të tjera e deri në Ksamil dhe në Çuk,
ku gjithashtu punohet për 24 orë ujë në 24 këtë verë. E dukshme është se ka një ecje paralele mes investimeve infrastrukturore për turizëm dhe atyre promocionale dhe me bashkërendim institucional për shtimin e flukseve turistike këtë verë. Ka treguar se interesi kosovarëve për të pushuar në Sarandë këtë verë do të jetë i shtuar e me qëllimin për të mos ja lënë në rastësisë këtë, por për ta nditur institucionalisht, në Bashkinë e Sarandës ka patur një takim me këtë fokus me sekretarin e Bashkisë Adrian Gurma dhe ambasadorit të Kosovës së Shqipërisë, së Kosovës së Shqipërisë, zotit Nait Hasani. Në mënyrë falënderuese zoti Gurma tregoi se si Kosova dha shtysën e jashtëzakonshme duke qenë buka dhe shpëtimi i turizmit ton, dhe sidomos vitin e kaluar ku fal kosovarëve Saranda pati një sezon të vështirë, por jo të munguar. Turi i gazetarëve nga Kosova dhe takimi i kryebashkiakëve të bashkive bregdetare në Trekash u vlerësuan si përcaktuese për të pushuar shqip në Sarandë. Nga ana e vet ambasadori Hasani vlerësoi se edhe pandemia vështirësoi lëvizjen, por jo komunikimin dhe bashkëpunimin. Me dëshirën për të nxitur punët e verës qysh në pranverës për ai, le të shohim për të kësaj të keqe dhe timi bashkë duke ofruar më të mirën tonë. Gurma dhe Hasani ranë dakord për të përgatitur një plan të përbashkët për turizmin dhe për të ndërmarrë me ekip një tur promocional edhe në Prishtinë, në Prizren, në Pej, në Gjilan, në të tjera që ftesa për të pushuar në Sarandë dhe në Çamil të verë dhe shkojë cilësisht e sa më shumë kosovarë. Ekipi i futbollit sërish nuk mund të lihet jashtë raportimit të kësaj të premteje, për fitoren tjetër të radhës me të cilën mbyllën takimin me Lavërin, e vlerësuar kjo si një fitore spektakolare e Sarandës kundrejt një rivali direkt pretendent për vendin e parë. Ecuria mjaft premtuese e butritit për në Super League ka zgjuar edhe interesin e një donatori siç është kompania spanjolle Joma, e njohur për mbështetjet e ekipeve të mëdha në Evropë dhe në Shqipëri. Me Ecurinë vet në njitje në këtë fazë kampionatit e FIFA Butriti ka trequr vëmendjen e kësaj kompanie dhe të dhomës spanjolle të tregtisë në Tiranë. Interesin e posaçëm të tyre e shprehur përfaqësuesi Eduard Hyseni në një takim që pati ditën e mërkurme me presidentin e Butritit, kryebashkiakun Gurma, ku u shpreh gatishmëria për të mbështetur Butritin me uniforma sportive me logon Joma. Ky u konsiderohet si një hap i parë bashkëpunimi me Bashkinë e Sarandës, që pritet të vazhdojë edhe në fushën e turizmit që është përparësia jonë dhe profili i Sarandës. Mirë, kjo është Saranda për gjatë një javë, falenderojmë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Përshëndesim. Ne përmbyllim edhe këtë komunikim të drejt për drejt me kolegun dhe korrespondentin Thoman Nika nga Saranda.